Në Itali, nëna e Mark Samsonit, e akuzuar për vrasjen brutale të ish të dashurës së tij shqiptare, Ilaria Sula, është dënuar me 2 vite burg me kusht, pasi pranoi se ka ndihmuar djalin e saj në fshehjen e trupit të viktimës pas krimit. Vendimi i gjykatës erdhi pas miratimit të marrëveshjes së pranimit të fajësisë, duke i siguruar asaj një dënim më të butë, zhvillimin që ka shkaktuar indinjat të thellë te familja e vajzës së vrarë. Babai i Ilarias, Flamur Sula, ka reaguar ashpër duke i quajtur vendimin të padrejtë dhe duke theksuar se për familjen e tyre drejtësia nuk ekziston. Ai kërkon dënime më të rënda për të gjithë personat që ndihmuan në fshehjen e gjurmëve të krimit, ndërsa nënvizon se vajza e tyre u tradhtua, u vra dhe më pas u zhduk nga njerëz që duhet të përgjigjeshin përpara ligjit. Ngjarja e rëndë ato në datën 25 mars, ku një konflikt mes shiftit përfundoi fatalisht në banesën e Samsonit në Rom. Sipas hetimeve, pas vrasjes autori transportoi trupin e Ilarias në një zonë të pyllzuar jashtë qytetit, ndërsa nëna e tij pastroi gjurmët e gjakut në dhomë për të shmangur dyshimet e policisë. Hetuesit zbuluan se Samsoni për disa ditë me radhë përdori telefonin e viktimës, fshiu llogaritë e saj në rrjetet sociale dhe madje u shfaq te shoqet e Ilarias, duke u shtirur i shqetësuar për zhdukjen e saj. Ndërkohë, procesi kryesor ndaj Mark Samsonit pritet të nisë me 9 dhjetor, ku ai do të përballet me akuzën e vrasjes së rëndë dhe manipulim të provave. Familja Sula shpreson që drejtësia të vjet në vend për vajzën e tyre dhe të gjithë të përfshirët të marrin dënimin e merituar.